Unë dhe Blerta për Shën Valentin dolëm në blok. Dhe vendosëm që të bënim një date të shkurtër me këdo që ishte single për Shën Valentin. Pra, vendosëm thotë që të bënim, që ta vendosi Gjesi që donte të bënte një date në Shën Valentin. Po, di. Pra, do që ishin single, se thash me veten time unë, ata që festoj Shën Valentinin janë me gruan, me të dashurën, nuk janë në blok, nuk e përgjigjen me makinë. Ku jetonte në Amerikë? Ja, pra, mish, gabimi i parë ishte që ne i morëm në pyetje këta, kush ta pëlqeu aty, kush më pëlqeu, ta bëj kush më pëlqeu. E morën në pyetje, sa nisnin, përgjigjeshin, flisnin deri tek pyetja si e pi kafen, dhe pastaj kur shinin kamerën, çfarë thoshin Blerta kur shinin kamerën? Marcel, pasha zotin se jam i martum, kam 2 kalama në shtëpi, mos më qit në kamer. Çunat. Janë 3 ose 4 veta që morëm rresht. Ishin të gjithë që pranonin të flistin, ngacmonin, nga xhami makinës, super muhabet. Do shohim insertin, super muhabet. Dua dhe unë, jam shumë kurioz tani. Dhe kthehemi në studio pastaj. Wow. Bloku sot që ka plot. Shumica që kanë single, do tentojnë të kapin dikë për Shën Valentin. Këta shofin kështu nga xhamat e makinave shofin këta. Kështu kështu shohin gjithë, të flasin, të bëjnë një date në kamera, e ta shohim. Gjesi është me guxim shpja, unë kam frikë. Hajde. Këta janë gjithë për makina, o gotë. Ska gjë. Hajde, kap. Thuaj këtyre. O, çuna si jeni? Shive çfarë dashur të mune, shive. A jeni vetëm për Shën Valentin? Edhe thu mrapa se... A shkoja për jo? A shkoja jo me ta? Ky më mori direkt. I vetëm për Shën Valentin? A i vetëm për Shën Valentin? Po, a do të bëjmë një date bashkë tani këtu në këtë momente? O, qeni tu... Tani e pe, s'do, okej. A i në fillim pranoj. Më prezantoj të shoku i disë dashura. Këta I më prezantoj me shokun e vetë direkt. Dhe pastaj sa, mos më hinë se jam i martuar. I vetëm? Okej. S'ka lule, pra. Doli martuar. Këta duan të japin lule, pas të dalin të martuar. Jeni vetëm të Shën Valentin? Po. Po? Po. Do të bëjmë për shumë një date të shpejt. Po filmoj veten time ndërkohë. Ja, shif. Do të bëjmë. Çfarë është kjo intervista? Date. Kjo thjesht një date bashkë që jesë. Date është në Durrës, jo këtu. Date, një takim të shkurtër, 30 sekondë të bashkë. Okej. Do të filmosh Okej. apo jo? Pse? Mirë, po filmoj. Okej. Jo, rrofsh. Ju, mendoj se bëja pyetjet edhe pa. Ja kuptoj. O kështë foto së tajni kështë dini që martuar turp të keni. Po, jo për të shtëpia. I folën një deli tjetër, më tha pranoj për date, e pyeta sa vjeç që ishte 23. Duke si 23. Qënë si ka gënjiu prapë si zë mashkull në këtë botë. Dhe e pyeta, si pi kafe, në shkurtër pa sheqer, opa super. Kur pa kamerën tha kam nuse 2 kalamaj, 2 çuna. E tmerrshme. Fshi video të lutem dhe bukur është që gjithë ta që ka ndalu Gjesi janë të gjithë nga Anglia. Qoni mua se ja di unë s'kemën, vi nga Anglia, e ka nuse në Angli, edhe vin këtu dhe bëj si single. Ndoshta justifikimi atyre është që Më provokoj, ishte me fund. Literalisht Gjesi ka thënë vetëm fjalin a je single të Shën Valentin? Dhe ai ka thënë po. Po, pastaj kanë thënë të gjithë do të bëjmë një date bashkë dhe kanë thënë të gjithë po. Pasi shohin që po filmohen, thonë jemi të martuar, kam 2 çuna. Ma shef gruaja, fshiheni. E shikomon, sa të ndyrë. Nuk e di, a jam e lumtur që s'isha me ju, apo të kisha qenë, të kisha thënë dhe unë na i përgjigje. Nuk është se do kishe zbuluar ndonjë gjë të re, do kishe dalë në përfundimin që edhe ne dolëm dhe të gjithë e dim që meshkujt në Tiranë janë shumë të frustruar sepse sa herë shohin një gocë, nuk din a janë të lidhura, janë të zgjidhura, janë të martuar, janë të fejuar, thjesht flasin, ngacmojnë, ftojnë edhe për të dalë, edhe vazhdojnë. Edhe unë realisht nuk e kuptova asnjëherë se çfarë bënte gruaja aty atë natë për Shën Valentin që i kishte lënë ata të bridhin nëpër blok me makinë. Gruaja ka qenë për darkën ai shoqe. Dhe mirë ka bër. Ose ka qenë si ke filmi Baby Girl, i ka thënë burrit po dil me zemra ime xhiro me makinë, se dhe unë kam plane. Ishte tu i bën ndonjërit hum-hum. Hum edhe uf.